Gjatë qëndrimit të Jezuit në Jeruzalem për festën e Pashkës, shumë veta i besuan atij pasi pan shenjat që bënte. Por vetë Jezui nuk u zinte bes atyre, sepse i njihte të gjithë. Ai nuk kishte nevojë t'i tregonin asgjë për njerëzit, pasi e dinte çfarë kishte për brenda njeriu. Njerëz të Perëndis, ne mund të qeshim nga jashtë, pa mbase zemra qanë nga brenda. Kam lajm të mirë. Jezusi e di se çfarë keni në zemër. Ai nuk ka nevojë për hipokrit. Ai do thjesht sinqeritet në besim të tij. Ai e di çfarë keni në zemër. Lutem në emrin e Jezusit që ai t'ju prekju juve në zemër. Ta ndryshoj zemrën, në qoftë se zemra ka hidhërim, të kthehet në ëmbëlsirë. Në qoftë se zemra ka urrëtie, të kthehet në dashuri. Në qoftë se zemra ka trishtim, të kthehet në gëzim. Lutem në emrin e Jezusit. Qofshi të bekuar Pastor Fajketi këtu.